Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse ju hani bukë misri, bëni mirë ta dëgjoni këtë para se të jetë vonë për ju. Misri vazhdon edhe sot të mbetet numër 1 për të konsumuar për personat që vuajnë nga kolesteroli në gjak, pasi ulëndjeshëm nivelin e yndyrës, citon Health.com. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut dhe balancon gjithashtu një sër komplikacionesh. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt, të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte misri, si dhe ushqyerja e varfër në yndyrë, u arritur në rezultate mjaft të kënaqshme në balancimin e këtyre komplikacioneve, duke shtuar gjithashtu edhe përfitimet të trupit dhe duke mbajtur larg komplikacionet. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban vitaminën B të domosdoshme për shëndetin e njeriut. Në vendin tonë një veçantëri të madhe ka zënë buka e misrit, që gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos, i cili duhet të ketë sa më pak yndyrë. Kështu do t'jap rezultate të kënaqshme në rritjen e përfitimeve të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve. Buka e misrit është e mirë jo vetëm për shijen e lehtë që ka, por edhe për vlerat e pafundme ushqyese mirëmban për organizmin e njeriut. Buka e misrit është një thesar sa i përket vlerave të çmuara. Ajo përmban gjithashtu edhe hekur, kalium, magnez, fosfor, kalcium, acid folik, vitaminën A, B6, gjithashtu dhe vitaminën B12, që do t'japin rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Buka e misrit ndihmon në mbajtjen konstante të niveleve të kolesterolit në gjak dhe ndihmon në uljen e niveleve të yndyrnave. Ajo gjithashtu është një burim i vërtet i vitaminave, proteinave dhe elementeve ushqyese esencial, të cilat japin rezultate mjaft të mira ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që bukën e misrit ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, dhe kështu do të keni përfitime më të mira shëndetësore. Vërtet buka e misrit është një recetë e njohur tipike shqiptare, por shija e saj ndër vite ka magjepsur turistët e huaj. E ngrohtë, e thekur me djathë dhe shëllir, do t'jap rezultate të mira ushqyese në dobi të shëndetit. Buka e misrit gjithashtu është një zgjidhje shumë e dobishme edhe për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni që të keni më shumë përfitime për shëndetin tuaj, atëherë përgatisni bukë misri në dietën tuaj. Kështu do të keni përfitime më të mira ushqyese për mbrojtjen e shëndetit dhe uljen e problemeve dhe komplikacioneve të ndryshme trupore. Por gjithashtu, ju mund të konsumoni misrin gjithashtu si një nga dietat tuaja më të mira ushqyese. Përfitimet që do të merrni nga misri do ta bëjnë gjithashtu jetën tuaj më të lehtë dhe vlerat që do të keni për trupin tuaj do të jenë vërtet të mira për shëndetje. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e bukës së misrit dhe misrin në veçantë për të rritur përfitimet e trupit dhe gjithashtu për të marrë një sër lëndës ushqyese më të rëndësishme për organizmin. Misri është vërtet një burim i mirë i vlerave ushqyese dhe elementeve esencial të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni më shumë vlera, në këtë rast preferohet konsumi i këtij produkti natyral. Ai ka përmbajtje të larta të fibrave të rëndësishme dhe elementeve ushqyes, të cilat e bëjnë një nga zgjidhjet më të mira ideale në mbrojtjen e shëndetit. Përmbajtja e tij e lartë e fibrave do të luajë një rol të rëndësishëm në parandalimin e komplikacioneve të ndryshme trupore dhe në parandalimin e një sër shqetësimesh të ndryshme. Antioksidantët që përmban misri veprojnë si agent të cilët ndihmojnë në parandalimin e komplikacioneve të Alzheimerit. Ulëntimet tregojnë se ai është një burim shumë i mirë i lëndëve ushqyese të rëndësishme në mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve ditore. Ai është një burim thelbësor për shumë njerëz dhe kafshë. Është drithi i cili mund të ofrojë mjaft të mira për shëndetin tuaj. Ai është i pasur me minerale mjaft të rëndësishme si bazë ndërtuese e dietës së më të shëndetshme.
Misri përmban minerale që janë të dobishme për trupin. Ai përmban fosfor, magnez dhe elemente të tjerë ushqyes shumë të rëndësishëm për dietën tuaj. Përmban minerale të tilla si seleniumi, të cilat janë të vështira për të gjetur edhe në shumë dieta normale. Prandaj pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do ta bëjë atë një zgjidhje mjaft praktike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni më shumë përfitime për shëndetin tuaj, misri asesi nuk duhet të mungojë në dietat tuaja. Hani misër për të pasur sy sa më të shëndetshëm. Misri është një zgjidhje ushqyese shumë e rëndësishme për të përfshirë edhe në dietën tuaj për shëndetin e syve. Gjithashtu, degenerimi makular dhe katarakta janë dy nga shkaqet kryesore të çrregullimeve të qelizave të shëndetit të syve. Ndërkohë që infeksionet dhe pleqëria janë ndër shkaktarët kryesorë të këtyre sëmundjeve, edhe ushqimi mund të luajë një rol të rëndësishëm në shfaqjen e tyre. Karotenoidet si zeakanthina dhe luteina, të cilat janë antioksidantë të pranishëm të misri, kanë përfitime të rëndësishme për shëndetin e syve. Gjithashtu, kokrat e misrit janë të pasura me vitaminën A, e cila është një vitaminë shumë e rëndësishme në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Përfshireni misrin vazhdimisht në dietat tuaja për të marrë përfitime të larmishme dhe për të ndihmuar organizmin që të jetë mbi të gjitha më i shëndetshëm dhe më i mbrojtur. Misri është një burim shumë i mirë i energjisë, me përfitime të larta ushqyese do të japë rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Misri është një aleat i trupit kundër kolesterolit të keq. Sipas Journal of Nutrient Biochemistry, konsumi i misrit redukton kolesterolin e keq dhe gjithashtu do të japë rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim. Sigurohuni të përfshini sa më shumë misër në dietën tuaj, duke e përfshirë atë edhe për të përmirësuar organizmin dhe për të parandaluar dhe mbajtur larg një sër komplikacionesh për trupin dhe shëndetin tuaj. Misri është një zgjidhje natyrale ushqyese e dobishme në mburojtje të trupit, dhe si i tillë do të japë gjithashtu përfitime më të mira në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Misri do të ulë gjithashtu rrezikun për të pasur hipertension të lartë, duke ju ndihmuar në balanca më të mira trupore. Misri përmban fitokimikate fenolike që rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë edhe problemet e hipertensionit. Përveç kësaj, misri është i pasur gjithashtu edhe me vitaminën B, e cila është e dobishme për funksionet optimale të gjëndrave mbiveshkore. Gjithashtu, misri është një zgjidhje shumë e shëndetshme për lëkurë dhe për flokun tuaj, duke ofruar përfitime më të mira ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e problemeve shëndetësore të pjesës së jashtme. Gjithashtu, misri i zjerë mund të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet e radikaleve të lira. Sigurohuni ta përfshini misrin në gatesat tuaja dhe kështu do të keni përfitime më të mira edhe për shëndetin e zemrës. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë misrin si një zgjidhje natyrale për shëndetin kardiak. Sipas ullëtimeve, misri ka efekte të mira në mbajtjen larg të komplikacioneve të tilla dhe gjithashtu rritjen e përfitimeve më të mira ushqyese edhe mbajtjen larg të komplikacioneve të anemisë. Anemia është një problem i madh i cili sa vjen dështohet për shkak të mungesës së vitaminës B12 dhe të acidit folik në trup. Trupi ka nevojë për hekur dhe folate për të mbajtur nën kontroll këto komplikacione. Prandaj, nëse doni të mbani larg shqetësimet e anemisë, në dietën tuaj duhet të përfshini sa më shumë misër, i cili do të japë rezultate të kënaqshme ushqyese në mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Misri është një burim shumë i pasur me fibrat që do të japin rezultate të shkëlqyera ushqyese në mbajtjen larg të këtyre problemeve, të cilat do të japin gjithashtu rezultate të kënaqshme mbrojtëse për shëndetin tuaj. Sigurohuni të përfshini sa më shumë misër në dietën tuaj të përgjithshme. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të plotësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.